Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Gjykata kushtetuese ka bashkuar kërkesën e kryeministrit Kurti dhe të 30 deputetëve të lëvizjes vetëvendosje për dekretin e presidentës Vjosa Osmani. Në sqarimet e sekretarit të përgjithshëm të gjykatës kushtetuese, Veton Dula, thuhet se kërkesat pritët të shqyrtohen të bashkuara për shkak se objekti çështjes është i njëjtë. Në gjykatën kushtetuese fillimisht ishte dorëzuar kërkesa e kryeministrit për kitazi me dekretin me 7 mars dhe rrjedhimisht gjykata ju kishte kërkuar palëve të interesit që komentot e tyre t'i dorëzojnë deri më 11 mars 2026. Gjykata sqaron se më 9 mars kishte pranuar kërkesën nga deputetët e LVV-s për të njëjtën çështje. Sipas gjykatës kushtetuese, meqense se objekti çështjes ishte i njëjtë, gjykata ka bashkuar të dy rastet dhe pastaj u ka dërguar palëve shkresën e radhës për dorëzimin e komenteve në këtë rast deri më 12 mars 2026. Rashid Qalaj nga PDK-ja për radio-televizionin 21 ka deklaruar se vendi detyrimisht do të shkojë në zgjedhje. Lidhur me një bashkim të mundshëm të opozitës, Qalaj tha se nuk ka ndonjë vendim për këtë. Qalaj gjithashtu tha se PDK do të respektojë çdo vendim të gjykatës. Ka mund të them ne jemi në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese. Ju e dini që presidenti i vendit e ka shpërndar kuvendin. Dhe mendimi im është që nuk ka asnjë gjallë që më të vazhdojmë me atë sagën e zgjedhjes presidentit, mirë po vendi detyrimisht duhet të shkojë në zgjedhje. Sepse nga vetëvendosja thonë që ka hapësirë ende dhe kërkojnë që procesi i votimit të kthehet në pikën 0. Po ajo është dëshirë e vetëvendosjes, por unë mendoj që ne kemi kaluar disa fate dhe mendoj që vendi tashmë është vetëm në prag të zgjedhjeve. Jam i bindur që kjo formalisht do të formalizohet me vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk shoh opsion tjetër, absolutisht nuk shoh opsion tjetër, ka qenë e mundur, nuk ka pas vullnet dhe tani janë zgjedhjet, fatkeqësisht janë zgjedhjet. Ndërkohë është koha kur duhet bërë gati subjektet për zgjedhje, kanë filluar. Po jo formalisht në subjektet politike ju po ishini që janë duke bërë përgatitjet për zgjedhjet e reja, meqense jemi të bindur që në zgjedhjet do të shkohet dhe normalisht çdo subjekt politik do të jetë në luftë që del sa më mirë ndaj kundërshtarëve politik. Ka për shembull ide që të bashkohet një blok i së djathtës institucionalistës, siç kërkon Zoti Abdigjiku, PDK-ja e parashën një marrëveshje të mundur paraprakisht një grupim i subjekteve politike duke përjashtuar vetëvendosjen. Nuk kemi ndonjë vendim apo qendrim të organeve drejtuese të PDK-s dhe nuk mund të flas për atë çështje. Mendoj që jo, nuk është e mundur për shkak se dëshirat janë diçka tjetër, ndërsa realiteti është diçka tjetër. Mendoj që Partia Demokratike e Kosovës duhet bëj përpjekje që del sa më shumë organizuar dhe del sa më mirë në zgjedhjet e ardhshme. Ky është mendimi im personal jo i partisë këtu. Pra koalicionet paraprake nuk vinë në shprehje për momentin. Po nuk mund të them, ende nuk është heret për atë punë, ndoshta edhe mund të kenë ndonjë koalicion, nuk e di. Mirë, po spakut personalisht mendoj që për momentin Partia Demokratike do të shkojë vetëm në zgjedhje. Si ishte zhvillimet mbi gjykatën kushtetuese, kur ambasadorëve ju kërkua nga zyrtarët e vetëvendosjes që mos t'i bëjnë presion? Unë nuk dua të komentoj zyrtarët e vetëvendosjes, atë çka mund të them është që gjykata kushtetuese duhet të veprojë dhe të punojë vetëm e pavarur, të marrë vendimin ashtu siç e shohin ata të bazuar në kushtetutë, dhe cilë do të jetë vendimi, partitë politike duhet të respektojnë. Lumir Abdigjiku, kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se do të nisë bashkimin e madh politik e qytetar rreth një projekti të përbashkët. I pari i LDK-s ka thënë edhe se ky projekt te kalon secilin përfshir dallimet e vogla, ambicjet e mëdha si dhe ka shtuar ai hidhurimet e së shkuarës. Dramat e sotme, krizat e përvitshme dhe fajësimet e pandalshme po e shterojnë Kosovën, vendit i duhet një tjetër rrëfim. Një rrëfim që bashkon, që normalizon jetën politike, që zhvillon shtetin dhe e ankoron përgjithmonë në perëndim, ka shkruar ai mes tjerash. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson se dekreti për shpërndarjen e kuvendit pas dështimit të zgjedhjes së presidentit është në përputhje me kushtetutën. Sipas tyre, partia në pushtet, lëvizja vetëvendosje, duhet t'i ndalë sulmet dhe presionin ndaj gjykatës kushtetuese. Nga partia e Ramush Haradinajt kërkojnë që e gjithë opozita të bashkohet pa shikuar ideologjin politike, djathtas apo majtas, por të ndërtojnë një platformë të përbashkët në zgjedhjet e ardhshme.
Është bukur e qartë, e thjeshtë, në qoftë se ka drejtësi dhe trajtohet aspekti meritor. Atëherë, neni 86, pika 2 është i qartë sikur loti, i pastër si loti. Thot, 30 ditë para se ti përfundoj presidentës, afati i saj në zyre duhet të ketë zgjedhje. Për Aleancën për Armërinë e Kosovës, vendi, shteti ynë, Republika e Kosovës, është në situatën më të rëndë në pospavarësi, në një ndër krizat më të thella, me shumë të panjohura, duke e sjellë shtetin në një rrethon ku për mbi një vit, tani kemi hyrë në vitin e dytë, vazhdon një eksperimentim i betejave në letër ligjore dhe kushtetuese dhe mos funksionimit të shtetit dhe të qeverisë për funksionet që duhet t'i ushtroj parashqyrtarëve të Kosovës. Ajo që kisha thonë për një bashkim të opozitës, në fillim, është që i bukur shumë është vonu opozita për të qenë e bashkuar në platformat e veta politike. Dhe unë mendoj që çfarë do bashkimi që duhet ndodh karshi këtij pushteti, duhet mos ketë vetëm profil politik. Ligjëruesi i shkencave politike Basri Muja vlerëson se veprimet e subjekteve politike lënë të kuptohet se po përgatiten për secilin skenar edhe për shkuarje në zgjedhje të jashtëzakonshme, por sipas tij vendimi i gjykatës mund të ndryshojë rrethanat politike. Sinjalet për afrimet apo fuzionimet mundshme të partive politike tregojnë që skena politike në Kosovë po përgatitet për çdo skenar, përfshirë këtu edhe shkuarjen në zgjedhje të jashtëzakonshme. Në situata të pasigurta institucionale, partitë zakonisht fillojnë të rreshtohen dhe të testojnë koalicionet e mundshme në mënyrë që të jenë të gatshme nëse vendi eventualisht shkon në zgjedhje. Megjithatë, për momentin, Kosova nuk është formalisht në një proces zgjedhor, pasi që dekreti i presidentës për shpërndarjen e parlamentit vazhdon të shqyrtohet në gjykatën kushtetuese. Vendimi i kësaj gjykate mendoj që do të jetë edhe përcaktues për hapat e ardhshme politike dhe institucionale në vend. Kryetarja e degës së listës Guxon në Deçan, Rabie Haklaj, ka njoftuar se ka dhënë dorëheqjen nga posti i saj së bashku me kryesinë e degës, duke u tërhequr nga të gjitha strukturat e partisë në një mbledhje të mbajtur më 8 mars. Në një shkrim në Facebook, Haklaj ka thënë se vendimi është marrë në mënyrë unanime nga kryesia e degës dhe lidhet me zhvillimet e fundit rreth çështjes së rizgjedhjes së presidentës Vjosa Osmani. Sipas saj, dega e Guxon në Deçan është zhgënjur nga qëndrimi partnerit të koalicionit Lëvizja Vetëvendosje për mos mbështetjen e Osmanit për një mandat të dytë si presidente. Ajo theksoi se sipas tyre kishte një zotim politik që Osmani të vazhdonte në këtë post. Parlamenti Evropian ka miratuar një raport lidhur me strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Parlamenti argumentoi se kostoja e mos zgjerimit do të ishte më e madhe se ajo e pranimit të anëtarëve të rinj në BE, pasi kjo do të rrezikonte krijimin e zonave gjeopolitike gri të cënueshme nga ndikimi i huaj armiqësor. Në raport përfshihet edhe Kosova në prioritetet strategjike të zgjerimit të BE-s. Aty theksohet rëndësia e dialogut Prishtinë-Beograd për avancimin drejt antarësimit. Nënvizon rëndësinë e dialogut Beograd-Prishtinë, i cili është thelbësor që Serbia dhe Kosova të përparojnë në rrugët e tyre drejt Evropës dhe që do të kontribuojnë në stabilitetin dhe prosperitetin rajonal, thuhet në raport.
Ish krye negociatori i Kosovës në dialogun me Serbin, Avni Arifi, thot se Kosova është larg antarësimit në BE, por derisa, siç thekson, nuk ka as përparim në dialog e as institucione që do ta mundsonin një përparim në proces. Sipas tij, Parlamenti Evropian e qartësoi se Kosova nuk mund të ecë drejt rrugës evropiane pa progres në bisedimet me Serbinë. Parlamenti Evropian miratoi raportin për zgjerimin kur përmendet Kosova, theksohet rëndësia e dialogut me Serbinë, përparimit në këtë proces për rrugën përpara drejt integrimit evropian. U bë qartë sërish se pa dialog, pa përparim me dialog, Kosova e ka të bllokuar rrugën drejt BE-s. Jo vetëm Kosova, po edhe Serbia, Bashkimi Evropian ka qenë konsistent këtë qëndrim, se progresi i Kosovës dhe i Serbisë drejt Bashkimit Evropian do të mbaret me progresin që do të arrihet në procesin e dialogut. Serbisë, gjitha obligimet i kanë futur në kapitullin e fundit të tyre për integrim BE, domethënë gjitha obligimet që dalin nga marrëveshja e Ohrit dhe Brukselit, kurse Kosova, me qenë se nuk ka institucione dhe ende ne nuk kemi marrë statusin e kandidatit, nuk kanë mujtë me na futur këto obligime si një kapitull të veçantë, megjithatë secilën herë veç e kanë konfirmuar se nuk ka progres për Kosovën drejt rrugës evropiane pa progres në procesin e dialogut. Jemi afër drejt antarësimit, marrë parasysh apo shumë larg, marrë parasysh që ende s'kemi përparim në procesin e dialogut dhe marrë parasysh dhe situatën aktuale në Kosovë. Perspektiva vetme që ka Kosovë është perspektiva evropiane. Ne duhet jemi në familjen e madhe evropiane, sepse aty ne jemi evropian. A jemi afër, jo s'jemi afër. A jemi bërë përpjekje serioze në përafrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian, me kërkesat e tyre, sepse tek e fundit ne jemi ata që po aplikojmë në këto 6 ditët e fundit. Përgjigjja ime është jo, nuk kemi bërë asnjë progres, muj me thonë se më shumë kemi bërë regres në këtë aspekt. Para 6 vite Serbia shihej si një faktor që po bllokon procesin e dialogut. Sot edhe Serbia edhe Kosova shihen si faktor që po pengojnë procesin e dialogut. Sa mund të ketë përparim në këtë proces, kur e thash më parë në Kosovë ka një krizë të re institucionale pas çështjes së presidentit? Ka shumë që mendojnë që arsyeja e bllokimit të institucioneve është se Kurti synon kësaj të ikë obligimeve që dalin nga marrëveshja e Brukselit dhe Ohrit, sepse ajo është në kundërshtim me parimet e tina, me qëndrimet e tina më pashme. Ta shtrohet pyetja, a është qëndrimet e Kurtit më të rëndësishme se sa perspektiva e Kosovës? Nëse ky mendon se tu e blloku Bashkimi Evropian, do të largohet nga qëndrimi, nga marrëveshjet paraprake, besoj që bën një gabim historik. Po janë bërë disa vite që nga aplikimi për antarësim në BE, aplikacioni vazhdon të jetë në sirtar, kur mund të pritet një lëvizje për shqyrtim këtij aplikimi? Unë besoj se pa dialog nuk ka kur gjë. Dhe pa dialog nuk mund të ketë pa institucione. Institucione Kosova që 2 vjet nuk po dënë me pas institucione, nuk po dënë me kriju qeveri, nuk po dënë me kriju kuvend, po dënë me majtë cidatën, qështu humbim fonde nga Bashkimi Evropian. Problemi është që nuk është vetëm bashkimi, domethënë integrimin Bashkimin Evropian, domethënë dialogu si kriter për këtë punë, po është edhe fondi rritjes, domethënë edhe ai është kriter që disbursimi i pareve të mbetura ka më bë varësisht nga niveli i progresit në proces dialogut. Kryeministri shqiptar Edi Rama ka folur për raportet mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke thënë se nëse kjo e fundit është nën kërcënim, atëherë edhe shteti shqiptar është nën kërcënim. Rama kujtoi se Kosova tashmë është republik, proces i cili, theksoi ai, është i pakthyeshëm. Megjithatë, duke folur për dialogun e bllokuar të ndërmjetësuar nga BE-ja mes Prishtinës dhe Beogradit, Rama pranoi se perspektiva e tij nga Tirana natyrisht ndryshon nga ajo e kryeministrit Albin Kurti dhe udhëheqjes në Prishtinë. Kryeministri shqiptar nuk i kurse u fjalët për akuzat e fundit të Vučićit se Shqipëria, Kroacia dhe Kosova po formonin një aleancë ushtarake që synon të rrezikojë Serbinë. Rama i karakterizoi këto pretendime si frikë që buron nga paaftësia e Serbisë për ta pranuar realitetin.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur sot ka marrë vendim për pezullimin e partisë politike Alianca Kosova e Re për shkak të mosmbajtjes së kuvendit zgjedhor brenda fateve të parapara ligjore. Më 4 dhe 24 shkurt 2026, zyra për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar të subjekteve politike ka njoftuar këtë subjekt politik për obligim ligjor, por pavarësisht këtyre njoftimeve nuk janë ndërmarrë veprimet për përmbushjen e këtij obligimi ligjor. Andaj, duke u mbështetur në këtë, KQZ mori vendim për pezullimin e partisë politike Alianca Kosova e Re dhe ta obligoj atë që në një afat shtesë prej 45 ditësh ta mbaj konventën apo kuvendin e saj. Në rast të mosmbajtjes së kuvendit zgjedhor, as pas këtij afati, KQZ thot se do ta regjistroj këtë parti politike nga regjistri i partive në Kosovë. Ish presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, po merr pjesë në disa ngjarje përgjatë sesionit të 70 të Komisionit për statusin e grave në New York. Këtë ajo e bëri të ditur përmes një statuti në llogarinë e saj në Facebook. Atje Jahjaga ka folur mbi përvojën në avokimin për drejtësi për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, duke reflektuar edhe mbi përvojën time shumë vjeçare në avokimin për drejtësi për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, rikujtova rëndësinë e dëgjimit dhe besimit të mbijetuarve, krijimit të hapësirave të sigurta ku mund të flasim e kërkojmë drejtësi si dhe forcimin e mekanizmave institucional, deklaroi ish shefja e shtetit të Kosovës. Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka thënë se komunat në Kosovë ende nuk e kanë në dispozicion për shfrytëzim buxhetin për vitin 2026, pavarësisht se ai është miratuar nga qeveria dhe është dekretuar nga presidenca. Sipas Totajt, edhe pse jemi në mes të muajit mars, komunat vazhdojnë të mos kenë qasje në fondet buxhetore. Ai ka ngritur dyshime se Ministria e Financave ka ndarë rreth 100 milion euro nga buxhetet komunale në pritje për ekzekutimin e pagesave përmbarimore. Totaj paralajmëroi në një shkrim në Facebook se një veprim i tillë mund të shkaktojë çrregullim në funksionimin e buxheteve të komunave dhe në realizimin e projekteve komunale. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim ka mbajtur një aksion para rektoratit të Universitetit të Prishtinës, ku ka kundërshtuar mënyrën se si po trajtohet rasti i avancimit akademik të profesoreshës nga Fakulteti i Edukimit Fatlume Berisha. Drejtori i organizatës për rritjen e cilësisë në arsim, Dibran Hoxha, është shprehur se kandidatja nuk i plotëson kriteret minimale për zgjedhje në thirrjen e profesorit të rregullt. Orka e konsideron të papranueshme mënyrën se si po tentohet të shtyhet përpara avancimi akademik i Fatlume Berishës nga Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Prishtinës. Ndonse kandidatja nuk i përmbush kriteret minimale për zgjedhje në thirrjen e profesorit të rregullt, rasti në fjalë është shndru në një demonstrim se si një interes personal mund të mobilizojë mekanizma të tërë institucional për të anashkaluar një vlerësim profesional dhe për të relativizuar kriteret akademike që duhet të vlejnë njësoj për të gjithë. Ky rast tregon qartë se si një kandidatur individuale mund të angazhoj fakultet, senat dhe rektorat në përpjekje të gjatë për të relativizuar kriteret për avancim. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar gjykimin ndaj ish kryeshefit të Korporatës Energjetike të Kosovës, Nagib Krasniqi dhe Isuf Zenës, të akuzuar për dëmtimin e buxhetit të shtetit në vlerë rreth 37 milion euro. Në seancën e sotme vazhdoi dhënien e dëshmisë Skënder Isufi, i cili tha se kompanisë për riparimin e kaldajës A5
nuk i është lëshuar leja e punës, pasi nuk ka plotësuar disa nga dokumentacionet si certifikatat shëndetësore e lista e punëtorëve. Kjo përgjigje e Jusufit erdhi pas pyetjes së kryetarit të trupit gjykues, Rahman Beqiri. Kam fillu në të kuptimin me bë kërkesat për lejen e punës. Kam fillu me bë kërkesat? Lejen e punës. Natyrisht duhet edhe leja hyrjes. Leja hyrjes dallon për lejes të punës. Leja e hyrjes e lëshon një, si me thonë, një sektor tjetër, e lejen e punës e lëshon Kosova A në këtë rast. A ka lëshuar edhe lejen? Jo. Se ai nuk i ka plotësuar ato kriteret që janë. Nuk i kanë lëshuar lejet punës, sepse nuk i ka plotësuar kriteret që ja kanë kërkuar. I kanë lyp dokumentacionin, zakonisht lypet dokumentacioni i certifikatat shëndetësore, lypen lista e personelit, nuk u lëshu leje punës. Ma shumë ka qenë orientimi i parë leje e hyrjes. Pastaj është anullu. Urna? Pastaj është anullu të ndere. Është anullu. Ndërprej kontrata. Po, ndërprej kontrata këtu. Jo, nuk kemi pas. Asnjë element, me thonë, me tregu se kemi janë shmëri ndaj dikujt. Nuk muj me ditë. Nuk muj me ditë. Ka pas në bëndot, ha? Në fondo një. Falsë për shumë. Nuk mundem me ditë. Ne vlerësimet i kemi ba për ofertat që i kemi pas, edhe kemi dhënë mendimet tona si komision. Të nderuar shikues, kjo ishte tora e përgatitur për këtë emision informativ. Për informacionet më të reja klikoni edhe në portalin ton rtv21.tv. Mirupafshi.